Përshëndetje, po ndishtë në faqe 4, unë jam Jeta Kasemi. Unë jam Sali Doçi, do t'jemi së bashku për gjatë minutave në vijim për të parë zhvillimet kryesore në arenën ndërkombëtare, por në nisje të kësaj hapësire informative do të ndalemi fillimisht tek ngjarjet kryesore në vend. Ndalemi tani më gjërësisht në zhvillimet kryesore ndërkombëtare. Donald Trump vendosi tarifa tregtare ndaj 180 shteteve, duke çuar tregtinë globale në një rend të ri. Më të lartat janë tarifat për Kinën, Bashkimin Evropian, Vietnamin, Japoninë dhe Indinë, nisur edhe nga deficiti i thellë tregtar që vendet kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me këtë plan Trump thotë se nuk do të lejojë më grabitjen e Amerikës dhe parat do të kthehen në xhepat e qytetarëve amerikanë. Lufta tregtare nisi. Donald Trump shpalli tarifa tregtare për më shumë se 180 shtete të botës, duke thënë se 2 prilli shënoi edhe ditën e çlirimit të Amerikës. Ndaj Kinës do të vendoset një tarifë mallrash prej 34%, ndërsa për Bashkimin Evropian 20%. Më i kursyer, Trump u tregua me Britaninë e Madhe, duke vendosur një tarifë vetëm 10%. Më herët, presidenti amerikan kishte lënë të kuptohet se mund të kishte një marrëveshje të mundshme me Britaninë e Madhe për ta përjashtuar nga tarifat. Ndërkohë kundrejt Koreas së Jugut dhe Japonisë janë vendosur tarifa reciproke përkatësisht 25% dhe 24%. India është ndëshkuar me tarifa në masë 26%. Tajlanda 36%, Zvicra 31%, Afrika e Jugut 30%, 10% variojnë tarifat për Turqinë, Arabinë Saudite, Ukrainën, Panaman si dhe shumë shtete të tjera. Me këtë lëvizje të ashpër që e çon tregtinë globale në një rend të ri, presidenti amerikan Donald Trump synon të bëjë vendet e goditura nga tarifat që të negociojnë marrëveshje të reja ekonomike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tarifat e reja vijnë pas atyre të vendosura në masë 25% për importet e çelikut dhe aluminit, si dhe automjeteve e pjesëve të makinave. Tarifat gjithëpërfshirëse, sipas ekonomistëve, do të ushqejnë inflacionin dhe po rrisin frikën e recesionit. Ky duket të jetë fundi një epoke të liberalizimit të tregtisë që ka formsuar rendin global për dekada dhe shënon një fillim të ri për tregtinë ndërkombëtare. Tarifat e prezantuara nga Donald Trump për vendet e botës prekin edhe Shqipërinë. Mallra shqiptare që eksportojnë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të tarifohen 10%, ndërsa është tarifa për mallrat amerikane që vijnë në vendin tonë. Megjithatë, tarifa 10% për Shqipërinë mbetet më e ulët se vendet e tjera të rajonit. Shqipëria ka pak eksporte drejt Shteteve të Bashkuara, kryesisht metale dhe bimë mjekësore, ndërsa importet janë në vlerë rreth 3 herë më të madhe. Tarifat tregtare të Trump kanë prekur edhe Shqipërinë. Të gjithë mallrat dhe produktet shqiptare që shkojnë drejt Shteteve të Bashkuara do të duhet tashmë që të paguajnë një tarifë prej 10%. Në grafikun që prezantoi presidenti amerikan Donald Trump, tarifa 10% janë vendosur edhe për Kosovën e Malin e Zi. Shqipëria rezulton midis vendeve me tarifa më të ulta, ndërkohë që vendet e tjera të rajonit i kanë disa herë më të larta, përkatësisht Turqia 37%, Bosnia 35%, Maqedonia e Veriut 33%, si dhe Serbia 37%. Kjo lidhet edhe me faktin që bilanci tregtar i këtyre vendeve drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës është më i lartë. Eksperti Selami Xhepa thotë se efektet në Shqipëri do të jenë minimale, por gjithçka do të varet nga kundërpërgjigjja e vendeve europiane. Nëse Europa do të marrë masa për të kundërpërgjigjur me një paketë prej 26 miliardë euro mallra amerikane, import amerikane, atëherë efekti mund shkojë shumë më tepër dhe mund shkojë edhe deri në 0.5% të pikë prodhimit brendshëm. Pra, frika më e madhe është nëse kjo mund shkojë drejt një recesioni global. Shqipëria importon më shumë mallra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke u renditur vendi i 5 për nga rëndësia tregtare. Importet e mallrave amerikane në Shqipëri prekën vlerën e 20.5 miliard lekëve gjatë vitit të kaluar. Ne importojmë nga SBA kryesisht mallra ushqimore, automjete, çelike, mobilje. 4 vitet e fundit importet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vlerë janë rritur ndjeshëm drejt vendit tonë, ndërsa përsa u përket eksporteve vlera mbetet më e ulët dhe për nga rëndësia tregtare Shtetet e Bashkuara të Amerikës renditen vendi i 13 për Shqipërinë. Vendi ynë eksporton drejt Shteteve të Bashkuara kryesisht ushqime e pije jo alkolike, materiale ndërtimi e metale si dhe bimë medicinale. Gjatë vitit të kaluar, vlera e mallrave dhe e produkteve shqiptare të shitura në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rezultoi 7 miliard lekë me një ngadalësim në krahasim me vitin 2023. Por për të bilancit tregtar, investimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin tonë gati janë trefishuar gjatë viteve të fundit.
Bashkimi Evropian thotë se ekonomia botërore ka marrë një goditje të rënë nga tarifat e prezantuara nga Donald Trump. Ursula von der Leyen paralajmëroi se Unioni do të kundërpërgjigjet ndaj këtij vendimi të Donald Trump në rast se mes Washingtonit dhe Brukselit do të dështojnë fillimisht negociatat. Bota reagon ndaj tarifave të vendosura nga administrata e Donald Trump. Presidenti e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e quajti këtë vendim të Washingtonit për të vendosur tarifa prej 20% për mallrat evropian, një goditje të madhe për ekonominë botërore, ndërsa u zotua se Unioni 27 antarësh do të marrë kundërmasa nëse negociatat mes palëve dështojnë. Njoftimi i presidentit Trump për tarifa universale në mbar botën përfshir Bashkimin Evropian është një goditje e madhe për të gjithë ekonominë botërore. Kemi qenë të gatshëm prej fillimit për të negociuar me Shtetet e Bashkuara për të hequr barrierat e mbetura për tregtinë transatlantike. Në të njëjtën kohë, nëse këto deklarata dështojnë, ne jemi gati të kundërpërgjigjemi me paketën e parë të masave, të cilën e kemi hartuar. Europa ka gjithçka që i duhet për t'ia dalë mban kësaj stuhie. Kryeministra italiane Giorgia Meloni e njohur si një aleate Trump tha se vendimi ishte i gabuar, por shtoi se vendi i saj do të punonte me Shtetet e Bashkuara për një marrëveshje e cila do të parandalojë një luftë tregtare. Pedro Sanchez, kryeministri i Spanjës, tha se vendi i tij do të jetë i hapur për negociata, ndërsa presidenti francez Emmanuel Macron pritet që të takohet këtë të njëjtë me përfaqësues të biznesit. Kryeministri britanik Keir Starmer, vendi i cili u godit me tarifa tregtare prej 10%, ka deklaruar se ata do të veprojnë me qetësi përballë kësaj situate dhe do të negociojnë me Washingtonin. Jashtë Bashkimit Evropian, Kina, që u konsiderua një vend përfitues nga Donald Trump dhe u godit me tarifa prej 34% për mallrat e saj, tha se i kërkon Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ta anulojnë menjëherë këto tarifa. Ministria e Tregtisë në Pekin tha se do të ndërmarrë kundërmasa ndaj këtij hapi për të mbrojtur interesat e tyre. Japonia u shpreh se tarifa e vendosur ndaj mallrave të tyre prej 24% ishte për të ardhur keq, ndërsa paralajmëroi për shkelje të Organizatës Botërore të Tregtisë dhe marrëveshjes mes Tokios dhe Washingtonit. Zyrtarët izraeli që kishin hequr të gjitha tarifat për importet e mallrave amerikane thanë se ishin të shokuar me tarifën prej 17%. Kryeministri kanadez Mark Carney, vendi i cilit është goditur me tarifa prej 25% më herët, deklaroi se do të ketë hakmarrje të menjëhershme dhe të fortë ndaj këtij vendimi të administratës Trump. Presidenti amerikan dhe Shtëpia e Bardhë deklarua një ditë më parë se të gjitha tarifat e vëna për mallrat që shkojnë nga mbar bota në Shtetet e Bashkuara janë tarifa reciproke mbi mënyrën se si bota ka trajtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Donald Trump merr goditjen e parë në Senat, ku 4 senatorë republikan votuan kundër projektligjit që kundërshton tarifat me Kanada. Nisma e demokratëve mori mbështetjen e Senatit dhe pritet votimi në dhomën e përfaqësuesve. Vetëm disa orë pasi Donald Trump shpalli vendosjen e tarifave të reja mbi importet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Senati amerikan miratoi me një diferencë të ngushtë votash një projektligj që synon të jap fund këtyre masave për Kanadan. Me 51 vota pro dhe 48 kundër, Senati i dha drejtën jeshile ligjit, i cili tani kalon për shqyrtim në dhomën e përfaqësuesve. Kjo përbën një goditje për Trumpin pasi 4 senatorë republikan u rreshtuan krah demokratëve për të avancuar këtë nisëm. Projektligji i propozuar nga demokratët kërkon të shfuqizojë emergjencën kombëtare të shpallur nga presidenti në 22 janar, e cila ishte lidhur me importin e paligjshëm të fentalinit nga Meksika, Kanadaja dhe Kina. Trump e përdori këtë emergjencë si bazë për të vendosur tarifa të reja tregtare mbi Kanadan. Republikani John Thune, lideri i shumicës në Senat, kishte bërë thirrje për votim kundër projektligjit, duke paralajmëruar se heqja e tarifave ndaj Kanadas mund të ndikonte në përhapjen e trafikut të drogës nga veriu. A do të ndryshojnë kartelet taktikat dhe të shtrinë aktivitetin e tyre në veri? Mendoj se përgjigjja është po, u shpreh ai. Megjithatë, 4 republikanë dolën kundër linjës së partisë. Një prej tyre, senatorja Susan Collins, argumentoi se tarifat e propozuara do të dëmtonin sektor të rëndësishëm ekonomik në shteten e saj të lindjes, Maine, veçanërisht industrinë e prodhimit të letrës, e cila varet nga lënda e parë kanadeze. Të tjerë senatorë që votuan pro heqjes së tarifave për Kanadan ishin Lisa Murkowski nga Alaska dhe 2 senatorë nga Kentucky, ish udhëheqësi i shumicës në Senat Mitch McConnell dhe Rand Paul. Mirë, për të kuptuar më shumë mbi vendimin e marrë nga Donald Trump dhe impaktin e tij në të gjithë botën, do të kemi mundësinë që të komunikojmë me Emanuel Bajra, ekspert ekonomie nga Londra. Përshëndetje. Zoti Bajra, përshëndetje dhe mirë se vini në faqja 4. Donald Trump thotë se ishte dita e çlirimit dhe pavarësisë ekonomike për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në të njëjtën kohë Washingtoni ka marrëveshje tregtare me disa prej 180 vendeve të cilat i vendosi nën tarifimin reciprok, siç Trump e thotë. Me çfarë po përballemi? Kemi një rend të ri ekonomik botror apo kemi Donald Trump i cili po shkel këto marrëveshje?
Po, faleminderit. Është me të vërtetë më tepër se sa vetëm një ndryshim i një rregulli të ri global tregtar. Është objektivi kryesor i administratës Trump është gjeopolitika, është riorganizimi i interesave globale ekonomike, por në caku kryesor natyrisht është Kina. Mos harrojmë që Kina këto 2 vite të fundit, sidomos pas ardhjes epokës së re të inteligjencës artificiale dhe investimeve marramendse në teknologji, ka marrë primatin si një entitet jo vetëm i konkurrueshëm, por mund ta spostoj Amerikën në dekadat e ardhshme edhe nga pozicioni i fortë ekonomik si vendi më i zhvilluar dhe vendi numër 1 ekonomikisht i zhvilluar në botë. Kjo është shqetësuese për presidentin Trump personalisht edhe specifikisht për administratën e tij që është e mbushur si themi me njerëz që vijnë nga backgroundi merkantilist, që besojnë në tarifa, që besojnë në proteksionizëm, por mbi të gjitha që besojnë që Amerika, siç e tha edhe presidenti Trump, është domethënë është shfrytzuar edhe nga aleatët e saj, edhe nga armiqtë e saj, edhe potencialisht nga konkurrentët e saj të ardhmes, por frika më e madhe mbetet pikërisht elefanti më i madh në këtë dhomë që është Kina, sepse progresi ekonomik i Kinës, progresi teknologjik në veçanti ai ushtarak, edhe si themi ritheksimi i Kinës në paqësor domethënë ja mundson Kinës ta avancoj kërcënimin direkt ndaj interesave ekonomike, ushtarake, por edhe gjeopolitike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nuk është surprizë që tregtia do të përdoret si platforma e parë e një paralufte më të madhe. Më vonë do të kemi gjasat janë që do të kemi edhe dedollarizim të disa aspekteve ekonomike globale me qëllim, domethënë do të kemi tërheqjen e dollarit me anë të kërkimit të përshlyerjes së borxheve amerikane nga Kina në dollar. Atëherë do të kemi zhvillimet në fushën e kriptovalutave, që presidenti Trump edhe administrata e tij janë shumë, domethënë me një peshë të rëndë të investuar në këtë produkt. Pra e tëra po bëhet jo vetëm për ta përforcuar ose reindustrializu Amerikën, siç po proklamohen, por e tëra bëhet për ta vazhduar edhe për ta fuqizuar më tepër dominancën dhe hegemoninë ekonomike, teknologjike amerikane për të ardhmen. Zoti Bajram, në fakt neve do të ndalemi, le themi, në ato pikat kyçe të tabelës së listës së reciprocitetit për kuptuar në fakt edhe vendosjen e tarifave ciksuara si reciproke nga Donald Trump në secilën e nga Bashkimi Evropian, nga Kina, por përpara se të shkojmë aty do doja në fakt të flisim për formulën e reciprocitetit, le ta quajmë në këtë formë, se ku është bazuar në fakt edhe sekretari thesarit apo administrata Trump për të vendosur se si apo çfarë vlere do të tarifoj njërin vend nga vendi tjetër. Në fakt, si pas një gazetarit dhe New Yorker dhe të The Atlantic, një postim në rrjetet sociale që në fakt është marrë dhe më pas është analizuar, por ka shtyre dhe ekspertë të tjerë për të folur. Ky i fundit duke se ka bërë një përllogaritje të formulës së reciprocitetit, duke thënë se është një përpjesëtimi i deficitit tregtar me importet e një vendi ku është bazuar dhe Donald Trump për të vendosur specifikisht edhe tarifën e reciprocitetit, sepse duhet thënë më shumë Vietnami kishte një tarifë 90%. Ju si mendoni, cila mund të jetë kjo formulë e përzgjedhur për të përllogaritur dhe tarifat respektive? Po, formula është korrekte, matematikisht është korrekte, pra është përpjesëtimi i eksporteve me deficitin tregtar që krijohet nga çdo vend që eksporton me SBA. Si formulë matematikore është në rregull, por si masë e volumit edhe masë e frekuencës e tregtimeve është, domethënë, nuk është merr vetëm average, nuk është aktuale. Për shkak se Vietnami, për shembull, nëse e marrim historikisht vetëm 10 vjetshin e kaluar, ka pasur rënje të eksporteve drejt Amerikës, përderisa apetitin më të madh të si themi tërheqjes së eksporteve të mallarëve vietnameze kanë shkuar në Kinë. Por gjithsesi se dikush duhet të jetë viktim në këtë proces. Në këtë proces i duket Kambodja, Vietnami, përpost Kinës, sepse Kina përveç tarifave 20%, 25% që i ka të imponuar, i ka edhe 35% mbi këto që u deklaruan dje. Pra, ideja është që proklamimi që presidenti Trump i bëri si reciprocitet, në fakt nuk është edhe reciprocitet.
është një masë bazike, dhe me thonë e thjesht me një matematik të kalkuluar nga vetë Departamenti i Tregtisë Amerikane, ku Howard Lutnick ka luajtur një rol të rëndësishëm, që t'i thonë botës që shiko, ne jemi ata the good guys, si që tha dhe vetë presidenti Trump. Mos harrojmë narracioni, diskursi shumë i rëndësishëm, sepse si duket presidenti Trump ka mësuar nga termi i parë kur futej me blanket tariff imposition në krejt arkitekturën globale. Këtë herë kam mësuar që gradualiteti mund të ndihmojë, sepse mos harrojmë me këtë aritmetik që kemi sot, Amerika potencialisht ka gjasa që të merr gati deri në $1.2 triliard brenda një sistemi jete financiare brenda një viti, si rezultati i eksporteve të jashtme edhe imponimit të tarifave, sepse mos të harrojmë, sepse gjithë ekonomistët po mendojnë që bota tashme do të ndalohet së tregtuari me Amerikën. Nuk është e vërtetë. Ka entitete gjithandaj, ka korporata të botës që akoma duan të vazhdojnë raportin edhe duan ta intensifikojnë në fakt raportin tregtar Amerik me ta, kështu që kjo do i sjellë të mira materiale Amerikës. Tashti ka disa tjerë që mendojnë që po do rris inflacionin, do rris krizën financiare, krizën ekonomike, jo detyrimisht, për shkak se një masë tarifore e cila do të përdoret në kombinim me ato reduktime që është duke bërë ekipi Elon Musk me Doge, ka gjasa që do e rris konfidencën edhe sentimentin e brendshëm ekonomik, ku ndërmarrësia është gjithnjë, mos harrojmë se mendësia amerikane është ndërmarrësia, do të thonë ai parsensi animal spirit i shpirtit të kafshës në riskmarrje. Gjasat janë që do rritet, edhe aty është qëllimi, edhe qëllimi është objektivi tjetër i brendshëm i administratës Trump është definancializimi i ekonomisë amerikane, pra heqja varësisë nga Wall Street edhe kalimi i varësisë në Duam të kuptojmë pak më shumë. Donald Trump në fakt në deklaratën që bëri vetëm një ditë më parë tha se miqt ndonjëherë janë më të rrezikshëm se armiqt. Pikërisht nëpërmjet kësaj deklarate, më pas ai tarifoi Kinën, Bashkimin Evropian dhe gjithashtu nuk përfshihen në këtë sankcione Rusin, Bielorusin, Korenë e Veriut, për gjatë fundjavës kishte thënë se nuk ka të shtibëj Rusisë, e ka sankcionuar për gjatë luftës me Ukrainën, e ka bërë Biden ekonominë e Rusisë të sankcionuar në të gjitha aspektet dhe nga ana tjetër shohim Donald Trump i cili në fakt vë tarifa tregtare pikërisht ndaj këtyre vendeve me të cilat Washingtoni ka pasur një aleancë prej dekadash. Çfarë po ndodh? Çfarë nuk kupton diçka e tillë? Po, sepse në mendësinë e merkantilistëve amerikan, sidomos njerëzve që rrethojnë presidentin Trump, është që Evropa që nga viti 1945 ka përfituar shumë nga Amerika. Në fakt, realiteti është krejt ndryshe. Në fakt, 30 vitet e para pas luftës së dytë botërore, në fakt Amerika ka përfituar më shumë sepse ka pas një huadhanje shumë të madhe të dollarit në Evropë, duke përjashtu fondin Marshall Fund, që ka qenë fondi i ripërtritjes së Evropës edhe rindërtimit të Evropës pas luftës së dytë botërore, por në anën tjetër ka qenë pikërisht dollari ai denominacion i valutor që ka ndihmuar Evropën, por edhe Amerikën të shpërndahet gjithandaj. Amerika para vitit 1945 nuk ishte perandoria që është sot, për shembull. Amerika u bë perandori në krah edhe dominoi globin, tregtin, ekonominë globale, geopolitikën më vonë, rrah hapjes edhe përhapjes edhe huadhënies që ja bëri Evropës pas luftës dytë botërore. Pra, ai sentimenti që po evropianët duhet t'i tarifojnë më shumë sepse na kanë shfrytzuar, janë parazit ose me terme ndryshme negative që janë përdorur nga disa anëtar të kabinetit të tij, nuk qëndron edhe ashtu, por këto 20 vitet e fundit ka pas, sidomos me rritjen e Gjermanisë, mos harrojmë se Gjermania nuk ishte vetëm thithse e potencialit të industrializimit evropian, e kemi Greqinë për shembull që vuajti shumë në vitet 2009-2010 si rezultat, si pasojë krizës kreditore, se u rritën shumë eksportet gjermane, u koncentrua ekonomia evropiane pikërisht në Gjermani dhe Gjermania e sundoi u kriju Gjermania faktikisht krijoi një hegemoni industriale globale duke konkurruar me Amerikën, por edhe me Kinën. Kështu që ka aty fakte. Merkantilistët e Trumpit kanë argumente kur thonë që me të vërtet miqtë tanë ishin shumë më të rreptë, më agresiv në mënyrën se si na imponoshin tarifa neve. Mos harrojmë edhe një fakt tjetër,
për post tarifave që është përballuar ta zënë Fordi amerikan ose GM ose Chevrolet amerikan, vetëm ta marrim industrinë e automjeteve, përveç tarifave në kufi, në dogana që ja ka bërë Evropa, i ka imponuar edhe TVF. Pra ka qenë e pa konkurrueshme, çdo produkt amerikan ka qenë i pa konkurrueshëm edhe shumë i vështirë të depërtojnë në tregun evropian. E përjetojmë ne si Kosovë, përjetojnë ju si Shqipëri me produktet bujqësore për shembull. Ne në Kosovë kemi subvencione shumë të mëdha të produkteve bujqësore, por e kemi shumë të vështirë dhe të gati të papërballueshme dhe të paqasshme tregun evropian për shkak se Evropa mbahet në një filozofi që ju ka dhënë ato rezultate që 20 vite, filozofinë e standardit të ushqimit, filtrimit të ushqimit e tjera. Pra, argumentet janë në anën e presidentit Trump kur vije punat e tarifat nga mish për produktet amerikane, por nuk qëndron historikisht në fakt. Zoti Bajra, ne ju falenderojmë shumë për shpjegimin lidhje me këtë situatë që ndodhemi sot pas shpalljes së ditës të shtërimit nga Donald Trump të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendosjet e tarifave lëkundëse për botën. Ishte kënaqësi për mua, faleminderit shumë që më patët. Vjojmë me informacionet fundit të cilat vijnë nga ngjarja në Lezhë, pengmarrja e Dot Gjokës, informacione të reja nga kthyrja e kamerave të biznesit bar është konstatuar se Dot Gjoka është konfliktuar me 2 personat, të cilët e kanë marrë nga lokali nga biznesi dhe më pas e kanë ngjitur makinën e tyre dhe aty e kanë dhunuar dhe më pas e kanë lënë të lirë. Duhet të kujtojmë se policia ushtron kontrolle në banesat e personave që e morën automjet Dot Gjokën, viktimën, pra të marrin peng dhe ende nuk kanë rënë në gjurmët e tyre. Këto janë edhe pamjet të cilat disponojnë në lidhje me këtë ngjarje të ndodhur në autostradën Lezhë-Tirana afërsitë të Shënkollit, ku u mor peng Dot Gjoka, u dhunua dhe më pas u laj lirë teksa vijon në fakt edhe lokalizimi dhe gjurmimi i 2 autorëve. Rikthehemi në faqja 4 për të folur për listën e mëkatarëve apo tarifat e reciprocitetit apo miqt që tashmë duket se u cilësuan edhe si miq të rrep në të shkuarën dhe me një sjellje pak më të rrep kundrejt tyre Trump sesa kundrejt armiqve. E një ndërta në fakt në këtë listën e reciprocitetit për te i vendeve me cilet Donald Trump ka marrëveshje tregtare dhe ne kemi diskutuar dhe i sqaruam pak më parë dhe me zotin Emanuel Bajra, kishte edhe disa ishuj të cilat morën vëmendje ndërkombëtare. Si për shembull ishulli i Heard dhe McDonald, i cili ndodhet pikërisht aty afër Australisë dhe është tarifuar nga administrata e Donald Trump me 10%. Por ajo fakt që i ka lënë njerëzit të mëdyshur është fakti se në këtë ishull nuk banon askush, përveç pinguinëve dhe luanëve të detit edhe të tjerë kafshë, le të themi, apo shpend që jetojnë shumë mirë në këto territori jashtëzakonisht të bukura, bukurinë natyrore të jashtëzakonshme duhet thënë në ishullin Heard dhe McDonald, të cilët njihen edhe gjithashtu si zonë turistike ku njerëzit mund të zhvillojnë për shembull një vizitë 2 javore duke u nisur nga Perthi australisë. Madje kemi edhe një hartë për ta shpjeguar se ku ndodhen në varësi edhe të Australisë. Kryeministri australian Anthony Albanese deklaroi pasi u informua se dhe Heard Island dhe McDonald Island u tarifuan se asnjë vend në botë nuk është i sigurt. Madje duket se banuesit e vetëm, gjallësat e vetme banuese në këto ishull kanë pasur edhe një manifestim, një demonstrat, një protest kundër vendosjes së tarifës. Këto janë disa nga pamjet e bëra virale që le të themi në një mënyrë humoristike tregojnë se si kanë reaguar pinguinat ndaj tarifave të Trump. Ndaj Donald Trump. Do të vedem në informacione interesante që vinë nga Shtetet e Bashkuara për të shmangur ndaj këtyre gjërave ekonomike, të cilat të rëndojnë xhepat e të gjithë qytetarëve dhe për të folur kokë në kokë, president për ish president, më saktë, i cili në ndryshim nga Donald Trump nuk kishte një mundësi për të rikthyer në shtëpinë e bardhë pasi i përmbylli 2 mandate të suksesshme. Në Washington DC, çelja e pemëve të ndryshme dhe luleve ju ka ofruar mundësinë qytetarëve që të shkrepin foto fantastike dhe njëri prej personave i cili ka shkrepur foto ka bërë një rastësi të veçantë pasi në aparatin e tij është shfaqur teksa fotografon të fëmijët e tij edhe ish presidenti amerikan Barack Obama. Janë pikërisht këto pamje që janë bërë virale në rrjetet sociale pikërisht për shkak të paraqitjes së Obamës, i cili dukej në një stil casual nëse mund ta themi, me kapele, me syze dhe teksa kalonte pikërisht në Washingtonin e lulëzuar.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të ndalin nga NATO, por kërkojnë fuqizimin e Aleancës Veriatlantike. Sekretari Amerikan i shtetit Marco Rubio në samitin e NATO-s në Bruksel tha se Washingtoni kërkon rritje të shpenzimeve të mbrojtjes nga çdo shtet antar i Aleancës. Kreu i diplomacisë amerikane tha se në këtë kohë të vështira për sigurinë botërore, NATO do duhet të jetë aftë të përgjigjet. Në mesin e marrëdhënieve të tensionuara mes Washingtonit dhe Brukselit, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi këtë të njëjtën në nisje të samitit të NATO-s se Shtetet e Bashkuara do të vijojnë të jenë të angazhuara ndaj Aleancës Veriatlantike. Kreu i diplomacisë amerikane deklaroi se Shtetet e Bashkuara nuk do të dalin nga Aleanca Veriatlantike, ndërsa shtoi se ajo çfarë Washingtoni kërkon është një NATO më e fortë. Rubio tha se mediat po hiperbolizojnë kërkesa që Washingtoni po i bën perëndimit, duke i quajtur ato braktisje, ndërsa insistoi në rritjen 5% të shpenzimeve të mbrojtjes nga çdo shtet antar i Aleancës Veriatlantike. Ne duam një NATO më të fortë, dhe për ne vetmja formë që të jemi të fortë është që të kemi aleat më të fortë dhe me më shumë aftësi. Ne shkëmbejmë në çdo kohë me njëri tjetrin. Kemi një luftë në zemër të Europës, duhet të zgjohemi dhe të rrisim shpenzimet e mbrojtjes në 5%. Nuk po ju kërkojmë ta bëni këtë në 1 apo 2 vite, por angazhohuni në një objektiv të tillë. Edhe vetë ne, Shtetet e Bashkuara, duhet rrisim shpenzimet tona në mbrojtje. Kemi edhe ne përgjegjësinë tonë. Përballë kërcënimeve aq të tmerrshme, të gjithë duhet jemi të aftë për të përgjigjur. Presidenti Trump nuk është kundër NATO-s, ai thjesht kërkon një NATO më të fortë. Hiperbola dhe historia që ne shohim në mediat globale është e pajustifikuar. Pavarësisht deklaratave të bëra nga sekretari amerikan i shtetit, perëndimi dhe mbar bota janë shqetësuar nga afrimiteti i presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin, duke e konsideruar këtë një sinjal për ndryshimin e marrëdhënieve transatlantike. Skandali i rrjedhjes së të dhënave të sigurisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të jetë edhe më i madh. Këshilltari i Trump për sigurinë Michael Waltz mësohet të ketë krijuar rreth 20 grupe komunikimi në aplikacionin Signal, ku ndahen mesazhe për çështjet të sigurisë me ekipin e tij. Sipas Politico, në këto grup chate është biseduar për çështje të ndjeshme mbi luftën në Ukrainë, konfliktin në Gaza, si edhe marrëdhëniet me Europën, por edhe shumë çështje tjera të rëndësishme. Thellohet skandali i rrjedhjes së informacioneve të klasifikuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare Mike Waltz dhe ekipi i tij raportohet se kanë krijuar të paktën 20 grupe komunikimi në platformën e mesazheve Signal për të koordinuar punën e tyre mbi çështje sensitive të sigurisë kombëtare. E përditshmja Politico, e cila citon 4 burime me njohuri të shumta brenda shtëpisë së bardhë, shkruan se Mike Waltz dhe ekipet e tij kanë diskutuar në këto grupe një sër çështjesh, duke përfshirë luftën në Ukrainë, spionazhin kinez, luftën në Gaza, politikat e lindjes së mesme, zhvillimet në Afrikë dhe gjithashtu ato në Europë. Ky zbulimi i Politico vjen vetëm disa ditë pas raportimeve nga revista The Atlantic, që zbuloi skandalin e madh të administratës Trump, pasi kryeredaktori i kësaj reviste u shtua gabimisht në grupin ku zyrtarët amerikanë diskutuan sulmet ndaj rebelëve Houthi. Në këtë grup, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth ndante detaje mbi sulmet dhe vendosjen e luftanijeve amerikane dhe trupave ushtarak në lindjen e mesme. Administrata Trump ka mbrojtur përdorimin e Signal, duke argumentuar se aplikacioni nuk është i ndaluar në pajisjet qeveritare dhe është një nga mënyrat e miratuara të komunikimit, ndonse diçka e tillë nuk është e vërtetë. Një zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare Brian Hughes deklaroi për Politico se asnjë informacion i klasifikuar nuk është ndarë në këto biseda dhe se pretendimet e kundërta janë 100% të pavërteta. Donald Trump ka mbrojtur këshilltarin e tij të sigurisë kombëtare duke thënë se Mike Waltz bëri një gabim për të cilën ka marrë mësimin e tij. Përdorimi i një aplikacioni komercial në komunikime që përmbajnë informacione të sigurisë kombëtare është një shkelje ligji në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Signal nuk është një aplikacion i miratuar nga autoritetet federale për shpërndarjen e informacioneve sensitive. Në këtë aplikacion, përdoruesit mund të zgjedhin që mesazhet e tyre të zhduken në çdo kohë dhe të jenë të disponueshme maksimumi deri në 4 javë. Kjo specifik e tillë shkel 2 ligje federale që kërkojnë ruajtjen e të dhënave të qeverisë, aktin e regjistrimeve presidenciale dhe aktin federal të regjistrimeve. Hungaria tërhiqet nga njohja e gjykatës së Hagës. Qeveria Orban publikoi vendimin pak pas mbërritjes në Budapest të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, i cili është në kërkim pas lëshimit të një urdhër arresti nga gjykata ndërkombëtare penale e drejtësisë. Orban e kishte quajtur urdhrin e lëshuar nga kjo gjykatë cinik dhe të papranueshëm.
Qeveria hungareze njoftoi këtë të njëjtës se ky vend po tërhiqet nga Gjykata Ndërkombëtare Penale e Drejtësisë vetëm disa orë pasi në Budapest mburiti kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, ndaj të cilit ka një urdhër arrest për krime lufte për luftën që po zhvillohet në Gaza. Lajmi për tërheqjen e Budapestit zyrtar nga Gjykata Ndërkombëtare Penale e Hagës e dha shefi i shtabit të kryeministrit hungarez Viktor Orban. Hungaria nënshkroi themelimin e Gjykatës Ndërkombëtare Penale të Drejtësisë në vitin 1999 dhe ratifikoi statusin e Romës në vitin 2001. Tërheqja e Hungarisë nga kjo gjykatë vjen pasi kryeministri Viktor Orban e kishte bërë të qartë se vendi i tij nuk do arrestonte kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu nëse ai do vizitonte Budapestin, pavarësisht se Hungaria është detyruar ta bëjë diçka të tillë si pjesë e Gjykatës Ndërkombëtare Penale të Hagës. Orban e kishte quajtur urdhër arrestin e lëshuar nga kjo gjykatë për arrestimin e Netanyahut si të pacip, cinik dhe të papranueshëm. Projekt ligji për tërheqjen e Hungarisë nga Gjykata Ndërkombëtare Penale e Drejtësisë do të zgjas një vit dhe më shumë gjas, ai do miratohet menjëherë pasi partia e Orban ka shumicën në kuvend. Në tetor të vitit të shkuar, kur lëshoi një urdhër arresti ndaj Netanyahu dhe ish-ministrit të tij të mbrojtjes, gjykata e Hagës shkruante se kishte prova të arsyeshme që tregonte se Netanyahu ka urdhëruar kryerjen e krimeve të luftës dhe kryerjen e krimeve kundër njerëzimit në Gaza. Netanyahu ka mohuar akuzat duke i quajtur urdhër arrestin e tij një akt antisemitik. Gjykata Ndërkombëtare Penale e Drejtësisë ka 125 shtete anëtare që kanë ratifikuar statutin e Romës, megjithatë Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia dhe Izraeli janë vetëm disa prej shteteve që nuk e njohin jurisdiksionin e saj, duke qenë se kjo gjykatë nuk ka një forcë policore, ajo mbështetet tek oficerët e vendeve anëtare për të ekzekutuar urdhër arrestet. Dëron jetë artistja e njohur e skenës dhe ekranit Margarita Xhepa. Aktoria e shquar mbylli syt një ditë pas përvjetorit të 91 të lindjes. Gjatë karrierës së saj të pasur për mbi gjysmë shekulli, Margarita Xhepa interpretoi mbi 150 role në teatr dhe 32 role në kinematografi. Është nderuar me shumë çmime të rëndësishme dhe mban titullin Artiste e popullit. Sonte, pas mesnate rrëfimi i fundit i Margarita Xhepës, intervista e fundit e aktores së madhe dhënë në ABC News. Shuhet margaritari i kinemas dhe teatrit shqiptar Margarita Xhepa në moshën 91 vjeçare. Diva Margarita ka skalitur në memorien e publikut shqiptar role brillante që prej fillimit të saj. Si të mos mendoj, është e tmerrshme kur ta reflektoj, se mbas disa vjetëve të njerëz nuk do të më shohin me këto sy që më shikojnë sot. Je grua e mrekullueshme. 5 vjet martuar dhe jemi ende si të fijuar. Në vitet 60 e deri në fund të jetës nuk ju nda skenës e sheshgjirimit, që në vitet 50 u aktivizua si artiste në teatrin popullor dhe njëkohësisht studioi në liceun artistik në degën e dramës. Ishte gjë e bukur të bëja liceun artistik sepse artisti do kulturë. Dhe nuk dija mirë kush ishte Migjeni, jo të dija Shakespeare-in, që do kisha fatin ta luaja në jetë. Gjatë karrierës së gjatë artistike, ka krijuar mbi 150 role në teatr, midis të cilëve mund të përmenden Majlinda, Dafina tek lumi i vdekur, Zonja Mëm, ku shesolli Dorentinën. Mua më zhdashur me punën time të gjej të veçantën e çdo roli. Deri në 40 vjeç kam luajtur vajzat, pastaj preka rolat e nënave tona të mrekullueshme, të një durimi të jashtëzakonshëm, që haronin veten për familjen, për punën, me një ndërgjegje të pastër. Edhe jam munduar gjithmonë të gjej edhe nga ana jashtme të veshjes çdo gjë për të treguar gratë tona të mrekullueshme. Fillimi gjithnjëherë është i vështirë. Po dhe ata duhet të kuptojnë se kjo do të ndodhte një ditë. Falni që u thirrë, por jam i shqetësuar dhe pak kënaqur nga djali juaj. Shqyr. E ma menashën e të provët sëmë. Dhe ti. Ti du ditë që këtë dalë nga spitali. Nuk kam nevojë për ngushëllimet e tua, zot Ilam. Veç roleve në teatr ka realizuar mbi 32 role në filma, duke punuar me shumicën e regjisorëve më të spikatur. Nis me vitet e para, Gjurmët, Dimri i fundit, Tokë për gjakur, Një djalë dhe një vajzë, Apasionata, General Gramafoni, e ndër rolet e spikatura, Koncert në vitin 1936. Dhe film që është restauruar para një viti, tashmë ka marrë pamje të re dhe aty je një fisnike vërtet. Jepni zë pak a shumë Lola Gjokës, që është pianistja,
dhe është edhe Teftatash Kokoço. Po sigurisht, i kam qenë bashkëultare të tyre dhe i majmënt edhe kokën kur e lëvizte Lola Gjoka i mrekullueshme, duke rënë pianos dhe duke parë këngëtaren. Në vitin 97 interpretoi në filmin grek Mirupafshim. Filmi u laureua me çmimin e madh të festivalit ndërkombëtar, mezetar në Selanik, ndërsa Margarita Xhepa merr çmimin e nderit atje. Ylli shqiptar ka marrë thuajse të gjitha nderimet, por gjithnjë nderimi më i madh për të ishin duartrokitjet e publikut. Ca pika shiu ran mbi qelq, për ty unë befas ndjeva madh. Jetojmë të dy në një qytet dhe rrallësh jemi, sa rrallë. Kemi mbritur në fund faqes 4 me këtë lajm të trisht edhe për ditën e sotme, por për tret më të fundit ju rikujtojmë të klikoni abcnews.al për zhvillimet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota dhe gjithashtu të na dëgjoni në Radio ABC 105 FM. Por mos u ndani nga ekrani ABC News, vetëm pas pak do t'jeni me kolegen Habi Hoxha në Balkan Update. Ne ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.